Kuanga agimi I kyteterimit dhe ngritja e strukturave të medha fetare që kanë formesuar mendimin perëndimor. Na është mesuar me kembengulgje se trupi I njeriut është një tempull I shenjtë. Një ene e projektuar për të strehuar vete thelbin e hijnores. Megjithatë, krahas këtij mesimi të ndryshuar, është ndërtuar një rrefim higjegje dhe përgjashtimi, duke I çuar turmat. Per breza, të besojnë se krigjuesi I shikon me përbuzje të thelle ata që kanë orientim homoseksual. Per shekuj me radhe, feja e institucionalizuar ka manipuluar Biblen, duke e transformuar atë në një gjet dënimi, gjikimi dhe kontrolli shokeror, duke fshehur kellimisht se, në thellësit e meta e rretat e teksteve originale, seksualiteti I larmishem nuk është një gabim biologjik apo një shkelje morale. Por me te per një harte komplekse e energjive të shenjta që rjedhin permes përvojës njerëzore. Sot, në nisemi të zbulojme, me rigorozitet dhe hapje shpirtërore, një mbedhje të sekretet biblike rreth homoseksualitetit kë kisha ka zgjedhur të mbagje të mbillura për të ruajtur strukturat e pushtetit të paragjikimit e lashta. Pelke gjeni, abonohuni dhe shpernda gjeni. Le të fillojme nga rrengja e konfuzionit gjuhesor që ka shkaktuar kaq shumë dhimbje. Sekreti I pare I fshehur kendron në fjalen greke arsenokoitai. Ky term, I përdorur nga apostoli Paul në letrat e tij, ka kene gurthemel mbi të cilin është ndërtuar dënimi modern në pothuajse tek gjitha përktimet bashkëkohore. Por realiteti etimologjik është rrënjësisht I ndryshem nga interpretimi tradicional që dëgjojmë nga foltoret sot. Greket e lashte nuk kishin një koncept për orientimin seksual si që kuptojmë në sot. Per ta, kategorita e heteroseksualeve ose homoseksualeve nuk ekzistonin si identitete fikse. Këjo fjale specifike nuk I referohej dashurisë midis të barabarteve ose bashkimit afektiv dhe konsensual të di shpirtrave. Në realitet, ishte një neologjizem që denon konte shfrytëzimin ekonomik dhe seksual që ndodhte zakonisht në tempusht pagane të kohes. Ishte një termi përdorur për të treguar abuzimin e pushtetit dhe shkelgjen e kufiqve etike në kontekstet e dominimit, gjo bashkimin e shpirtrave brenda një kuadri respekti dhe reciprociteti. Duke e kek përkthyer kete për kak gjate, u krigjua një plage e thelle në spiritualitetin kolektiv që vetëm e vërteta historike mund të filloje ta shëroje. Ki kuptim hap rrugën për një kalim të domosdoshëm në vete natyren, e ligjeve tona dhe interpretimin e asaj që është e drejtën e sita e hijnores. Pikërisht këtu gjejmë sekretin e ditë rreth thelbit të vërtetë të natyres. Një koncept që është shtremberuar pafundesisht nga teologët dhe moralistet. Letra drejtuar romakeve flet shpesh për akte që supozohet se shkojnë kundër natyres. Në gjuhën tonë moderne, natyra kuptohet përgjithësisht si një ligj biologjik I pandryshueshëm, pothuajse si ligji I gravitetit. Por në grekishtën kojnet e kohes kur u shkrua dhjata e re, fjala fyzis I referohej me shumë zakonit shokeror, rendit të vendosur nga tradita dhe kultura e një popullit e kaktuar. Per një hebre të shekullit të pare, ajo që ishte e natyrshme ishte të ndikte me besnikeritet dhe zakonet e parardhesve të taj. Andersa ajo që ishte e panatyrshme ishte të perveteson të praktikat e shtypesve romake. Nuk ishte biologjia e dëshires apo aftesja për të dashur dike të ngjashtit seks që po gjikohej, por ajo që perceptohej si një tradhti e identitetit të vetë shpirtëror për të ngjekur modat e huaja që përfshinin ritualet e dominimit politik dhe shokeror. Nëse vazhdojmë të ngjekim gjurmet e drites të lena nga këto zbulesa përmes fakeve të historisë së shenjtë, arrijmë në një nga rrefimet me të bukura, por me pak të kuptuara, në të gjithë shkrimin e shenjtë. Këtu kendron sekreti I treta I fshehur në beselidhjen e shpirtrave, I personifikuar me mjeshteri në bashkimin e Davidit dhe Jonathanit. Bibla nuk kursen asnjë detaj të habitshëm në përshkrimin se si shpirti I Jonathanit ishte I lidhur me atë të Davidit, duke përdorur termin hebraik kashar. Kë fjale për fjale do të thotë të lidhësh, ose të thuresh për gjithmonë di elemente se bashku në mënyrë që ata të bëhen një. Kur Jonathani zvesh robat dhe armet e tij për t'i adhene Davidit, ai gjo vetëm që po bën një gest politik të heqjes dore nga froni I tij, por gjithashtu po kryen një ritual të dorezimit të plotë që, në botën e lashtë, simbolizonte dinjërez që beheshin një entitet I vetëm shpirtëror. Në fund të gjetes se shokut të taj,
Davidi deklaron hapurse dashuria, e Jonathanit ishte e mrekullueshme për ta se sa dashuria për gratë. Kjo deklarate nuk është thjesht një hiperbole poetike apo një mjet letrar. Shte njohja biblike se ekzistojnë lidhje shpirtërore. Këto i kalojnë strukturat riprodhuese dhe normat tradicionale familjare. Duk demonstruar fuqishem se dashuria e shenjte zoteron dimensione che feja instituzionale este përpjekur të ingjorogjen nga frika e paster e te pangjohures dhe asaj ke nuk mund ta kufizogjen në kontrollin e saj. Duke e kurne këte rruget e te vertetave të rizbuluara, eshte e domosdoshme të përbaleshme në figure ke eshte marginalizuar në predikimet e se djeles, me gjithate eshte celesi për te kuptuar përfshirgjen hijnore. Ki eshte sekreti i katert në lidhje me vendin, e shenjte te junukeve dhe atyre ke njeve ke vete Jezusi, i vertetoj me një autoritet mistik ke sfidon të interpretimin, e drejt për drejte të ligjit të Mojsiut. Në ungjillin e Mateut, mesuesi flet me kartesi absolute per ata ke gjane junuke ke nga lindja. Per dekjuesin e asaj kohe, junuku përfakesontes do individ ke nuk merte pjese në normen heteroseksuale të riprodimit. Ata ke, nga natyra ose fati i tyre, nuk i përshtateshin modelit familjar patriarkal. Ata përgjashtoheshin nga tempulli sipas ligjeve të lashta të ligjit të perterire. Por Jezusi, në një akt rebelimi shpirtëror dhe mistik, hapdirt e mbretërise se kjelit për ta, duke pohuar se gjengja, e tyre nuk eshte një pengese për shenjterine, por ma gjë mund të jete një rrugë drejt ngritjes shpirtërore. Ki eshte zbulesa përfundimtare se hijnorgja nuk zoteron një forme të vetme fizike dhe se identitetet këne i kuajme të larmishme sot kanë pasur gjithmonë në vend të rezervuar në trezen e krigjuesit. Shume kohe për para se njerëzit të ngrinin mure doktrine për të ndare velezerit, e tyrenen etiketat e mekatit. Kjo hapgjena qon të shkirtojme vete përbergjen e spesieve tona ke nga origjina e tyre me e larget dhe mistike. Në librin e Zanafiles ekziston një sekret i peste i androgjinise, hujnore kue shpesh kalon pa uvenere në leksimet si përfakesore. Teksti original hebraik suggeron një realitet të telekur i referohet krigjimit të njerëzimit sipas shembeltyres se Zotit. Kabalistet e lashta, dhe studiuesit me erudit të mistisizmit pohojnë se Kenia e pare njerëzore, Adami i pare lindur, përmbante brenda vetes të dipolaritetet në një ekuiliber të persosur. Ndargjane digjini të dalueshme përshkruhej si një faze e me vonshme e manifestimit material në kete plan, por shpirti original eshte ngjede eshte i plote si pas per kufizimit. Nese ne u krigjuam si pas shembeltyre se nje hijnje këtë shkalon gjinine dhe bashkon të gjitha të kundertat. Atëhere kërkimi jine per dashuri nuk eshte gjet gjeter vece per pjekgja e vazhdueshme e shpirtit per të këthjerne atë unitet original. Nga kjo mensuri e fshehur, tërhekgja e të njajstit seks mund të kuptohet si rezonanca e nje polariteti shpirteror kue kërkon plotesimin e tij per tej guaskes fizike. Duke na kushtuar në që do hapse në gjemi shkendigja të nje drite ke nuk një etiketa mashkullore ose femerore në sferat e përgjetshme të shpirtit. Ndërsa thelohemi me thelen e analize. Gjuha behet per seri qelesi kriesor per të hapur djert ke kanë mbetur të mbilura per shekuj me sensure. Në përbalemi me sekretin e gjashtet të fshehur pas fjales malakoj. Ki term shfaket shpesh në listat e përgjashtimit të letrave dhe eshte përkthjer padreshtesisht dhe tendenciozisht si femeror në versionet bashkekohore. Në boten e lashta, tekenit malakos nuk kishte absolutisht as një lidhje me sheljet, pamgjene gjashtme apo orientimin seksual të nje personi. Fjale per fjale do të thote i bute ose ingadalte. Dhe perdorej në kontekstin e kohes per te përshkruar individet ke u mungon të disiplina morale dhe forka e brendshme per bale gjetes. I referohaj atyre kë kena keshin me luks të pert, per tasi ose kë nuk zoteronin forsen, e karakterit të nevoj shem per të mbeshtetur parimet e tyre per bale veshti resive. Ishte nje kritike e drajt per drajta e dobesise se shpirtit dhe mungeses se vete kontrolit. Diçka që zbatohej në mënyre të barabarte per burrat të grate pavaresisht nga dëshirat e tyre. Duke përdorur këtë term per të sulmuar posaçërisht komunitetin homoseksual, teologjia moderne ka krijer një mekat shpifgje kunder tekstit original. Duke e devigjuar mesimin rreth,
forse shpirtërore drejt një persekutimit të identitetit personal dhe dashurisë së ndershme. Por dëmshuria e mesuesit eshte e pakufishme dhe gjithmonë manifestohet në vendet ku me pak priten nga rrogjet e moralit institucional. Kështu gjejmë sekretin e shtatet e besimit të centurionit dhe të dashurit të tij, një histori shërimike shkatërron të gjitha normat fetare të përjashtimit. Kur oficeri romak i afrohet Jezusit për të pjetur për shëndetin e shokut të tij të ri, fjala e përdorur në grekishtën origjinale është pais. Edhe pse shumë përktime egoiste thjesht thonë shërbetor për të shmangur pjergjet e sikletshme. Termi pais në kontekstin e një centurioni të vetëm në një garnizon romak shpesh përshkruante një cift të ri. Një partner gjetet e lidhur nga dashuria e të ledhet e njohur nga shokeria e kohes se tyre në një status të vesante. Jezusi, i cili ishte shumë i njohur me kodet kulturore të epokës së tij, jo vetëm që nuk e kortoi centurionin për natyren e marrëdhënies së tij, por u habit nga madhësia e besimit të tij, duke e mbajtur atë si shembull për të gjithë. Duke e shëruar të riun nga distanca, Jezusi i dha miratimin e tij të heshtur, por të fukishem, një lidhje që fegja e kohes së tij do ta kishte dënuar rende. Mrekullia nuk ishte vetëm rikuperimi i shëndetit fizik, por edhe vërtetimi i një dashurie që shumë e konsideronin të padëngjë për vëmendjen hyjnore. Shta e domosdoshme të kuptohet pse disa ndalime që na duken kaq të ashpra dhe gjashtë kontekstit sot u shkruan në ligjet e lashta. Këtu zbulojmë sekretin e të mbrojtjes kundër ritualeve të dominimit që gjenden në librin e Levitikut. Ligjet që ndalonin një burre të krijente marrëdhënie seksuale me një burre tjetër sikur ta ishte me një grua nuk ishin urdhërime morale universale në lidhje me dashurinë private ose intimitetin konsensual midis të rriturve. Në fakt, ato ishin ligje lufte dhe pastërti rituale të hartuara për një kohë specifike konflikti të mbigjetjes e kombëtare. Popojt fëkëngjët të Izraelit, si Babilonasit dhe Kananitet, përdoren përdunimin ritual të roberve të luftes si një forme poshterimi përfundimtar dhe një ushtrim pushteti për të demonstruar superioritetin e tyre ushtarak dhe shpirtëror. Per me të per, ata praktikonin prostitucion të shenjte në nder të perendive të huaja brenda kulteve që përfshinin akte të dhunshme. Ligji i Mojsiut kërkonte të mbronte dinjitetin e burrit izraelit nga trajtimi si një objekt pushtimi, dhe t'i mbante njerëzit larg magjise, se zeze seksuale peret. Ndargja e këtyre ligjeve nga konteksti, i tyre historik për t'i zbatuar, ato në dashuri dhe shokeri sot është një kek interpretim që ingjoron kelimin e vërtetet të drejtësisë hyjnore. Ndonjë herë, historita me të erreta për mbajnë mesimet me të shkelkjera, nëse dime se ku të kërkojmë me zemrat të lira nga paragjikimet e trashëguara. Sekreti i nënte i mikpritjes së tjerë të Sodomes është ndoshta shembulli me tragjik i kek interpretimit biblik në historinë njerëzore. Per migjevjesare, na është thënë se mëkati i këtij qyteti ishte homoseksualiteti, por vetë Bibla, në librin e profetit Ezekiel, ofron përgjigjen përfundimtare dhe të fukishme për këtë enigme. Teksti thotë se mëkati i Sodomes ishte krenaria, boleku i bukës dhe embite gjitha mungesa e ndihmes për të varfrit dhe nevojtaret. Sulmi i tentuar ndaj vizitoreve në shtëpinë e Lotit nuk ishte një akt dëshire seksuale, por një akt ksenofobie dhe dhune kolektive që synonte të poshteronte të huajin përmes perdunimit. Shënderimi i një historie për mungesen e bamirësisë dhe dhune sociale në një flamur kundër dashurisë, është një nga shtremberimet me të medha të kriera ndonjë herë në emër të besimit. Urtësia e lashta na tregon se Zoti shkatërron krenarinë dhe mizorinë, kurre dashurina e sinqerte që lind midis fëmijëve të tij, pavarësisht nga forma e saj. Arrime, pra, në një pikë këtese ku ligjime në fund takon hirin transformus. Sekreti i djetë i heqjes se etiketave në beselidhjen, ere na kushton premtimin e fukishem të palit në letren e të drejtuar Galatasve. Duke pohuar se në frime nuk ka as mashkull as femer. Apostoli po hidh të themelet për një spiritualitet që te i kalon plotesisht gjinine, racen dhe kategorite biologjike ose shokerore. Nëse identiteti ynë i vërtetë është i fshehur me Zotin në dimensionet e përgjithësisë,
Atëherë kategoritë me të cilat ne e klasifikojmë veten me dhimbjen e toke gjanet e përkohshme, ditësore dhe shpesh të parendesishme për shpëtimin. Urtësia e fshehur zbulon se ata që kanë pasur nevojë të luftojnë për identitetin e tyre. Ata që janë persekutuar dhe kanë pasur nevojë të kërkojnë Zotin në vetmin e absolute të dhomave të tyre sepse tempujt i mbillen me dhune djerë të tyre. Shpesh kanë zhvilluar një lidhje me të drejt për drejtë, mistike dhe autentike me burimin e gjithë jetës. Përjashtimin gjerezor, në mënyre paradoksale, ka kene forkalevizese pas një përfshirje hijnore me të telle dhe me të sinkerte. Pelke gjeni, abonohuni dhe shpernda gjeni. Ne duhet të kuptojme forsen kë mbeshtet të gjithë ndërtesen, e krygjimit dhe i gjep kuptim ekzistences sone. Sekreti i njëmbedhjeta i dashurise, si frekuenca suprim eshte qelesi kryesor kë mbil kete cikel zbulesashte shenjta. Bibla thote me bindje se Zoti eshte dashuri dhe se kushto ke kendron në dashuri kendron në Zot. Nuk ka kushte gjinore të lidhura me kete premtim të përgjithshëm dhe universal. Kur di keni kushdesen për njëra tjetre, respektojnë njëra tjetre, ngrene njëra tjetren dhe kërkojnë të miren e tjetrit mbi egoizmin e tyre, ato po aktivizojnë shkëndigjen hajnore brenda. Nuk ka ligj njerëzor që mund t'i kundërvihet në mënyre legjitime fritit të shpirtit kur ai manifestohet si mirësi dhe vetemohim. Seksualiteti, kur përgjetohet me vetëdigje dhe respekt absolut për tjetrin, është një kanal dritit e paster që lidh njerëzoren me transcendentale. Sekreti i fundit është se gjikimi u përket vetematire që nuk kanë dashuri në zemrat e tyre, sepse ata që kanë njohur të lesine. E dashurise hijnore humbasin mengjëhere aftesine për të treguar me gisht dhe mund të hapin vetem krahet e tyre për të përkafuar diversitetin e madh të krygjimit. Ndërsa thelohemi me thellen e këtë njohuri, behet e nevojshme të analizojme me të gjenergjita e shenjta që përmendem në fillim. Vizioni i trupit si tempull nuk është thjesht një metafore, por një realitet energjik që shumë tradita mistike kanë ruajtur. Kisha institucionale ka preferuar të përkendrohet në kontrolin e shjeljes së jashtme, por sekreti i seksualitetit të larmishem kendron në alkimin e shpirtit. Qado kenie njerëzore mbart një kombinim unik të energjive mashkullore dhe femerore, pavarësisht nga seksi i tyre biologjik. Homoseksualiteti, nga kjo perspektive, nuk është një devijim, por një konfigurim spesifik i këtyre energjive që legjon një shprehje të dallueshme të hyjnise. Duke mohuar këtë realitet, fegja ka gjimtuar kuptimin e potencialit njerëzor, duke e kufizuar marrëdhënien me hyjnoren në njësere regulash binare që nuk paskirojnë kreativitetin e pafund të burimit original. Ishte koha të pranojme se diversiteti është shenjë dalluese të shenjtes dhe se në natyre. Asgjë nuk është uniforme ose ngurte. Rruga e severtetes është shpesh e vetmuar. Por është e vetmja që të son në lirine e vertete. Duke rishkirtuar sekretin e centurionit, shohim se si besimi i thjen barrierat e ligjit. Ai oficer romak nuk kërkoi falje për marrëdhënien e tij, por përkundrazi shërim për të dashurin e tij me një besim që sfidoi udhëheqësit fetare të kohës së tij. Ki akt besimit e paster është ajo që Jezusi e lartësoi mbi të gjitha. Ai nuk e vuri në dyshim moralin e shtratit të tyre, por ju përgjigj sinceritetit të zemrës së tyre. Ki është një mesazh i fuqishëm për të gjithë ata që ndihen të përgjashtuar sot. Hiri hijnor nuk njeh paragjikime njerëzore apo kufiq fetare. Kasgjane të shenjten është një e drejta e lindur e çdo shpirti që e kërkon atë sinqerisht, dhe asnjë institucion nuk ka fuqinë të revokojë atë lidhje të përgjithshme. Per të teluar me shumë në këtë udhëtim të digjes dhe per të arritur kuptimin e plotë që kërkojnë këto mistre. Është e nevojshme të zgjerojmë perspektiven tonë për të përfshirë implikimet filozofike dhe shpirtërore, që këto njëmbedhje të sekrete hedhin mbi ekzistencën njerëzore. Ki nuk është thjesht një rishikim i teksteve të lashta, por një rindërtim i plotë i marrëdhënies midis krijeses dhe krijuesit. Per shekujme radhe, struktura kishtare ka vepruar nën premisen se shenjtëria është sinonim i uniformitetit, por mensuria e fshehur në shkrimin e shenjtë shpall të kundërten. Shenjtëria është shprehja me e paster i autenticitetit individual, duke u kthyer të tema e fjales Arseno Koitaj.
duhet të marrim në konsiderate peshen e heshqes ke rrethon fjalet e qera ke pali nuk I përdori. Nëse apostuli kishte ndermen të denonte dashurine, e të ngjashtit seks si një kategori të përgjithshme. Grekishtja e kohes se tigi ofroj terma shume me te saktet hete karte. Fakti kë a zgjodhi të krigjonte ose të përdorte një term kak specifik, të lidhur me shfritezimin në tempusht pagane. Flet për një kelim për të mbrojtur pastertine e shpirtit nga degradimi komerciali seksit, gjo për të ndaluar dashurine legjitime. Ki dallim është gjetesor, pasi zvendos fokusin e moralit nga ke dashuron të mënyra se si dashuron. Shketesimi I vërtetë hijnor, siç zbulon gjë leksimi ndërshem, është prania e drejtësisë dhe butësisë në marrëdhënie, gjo anatomia e pjesë marrësve. Duke u zgjeruar mbi sekretin e natyres dhe fjallën fisis, hajmen e sferen e lirise shpirterore. Nëse pranojme se për shkrimtarin biblik, ajo ke ishte e natyrshme ishte besnikeria ndaj trashëgimise se vetë kulturore dhe shpirterore. Kuptojme se për një person homoseksual sot, gjegja e panatyrshme do të ishte të tradhton të thelbin, e vetë për të përshtatur në modelin e dikush qeter. Shkelgja e vërtet e kunder natyres, në një kuptim të telemistik, është të gjetosh një gjengjeshter. Zoti, I cili është e vërtet absolute, nuk mund të nderohet përmes gjengjeshtres se një jetë të shtirur. Prandaj, integrimi I identitetit dhe besimit nuk është vetëm një e drejtë, por një detyrim shpirteror për ata ke kërkoj në plotesi. Plaga ke fegja ka shkaktuar duke e etiketuar natyren e vetë si mekat është një nga me të veshtirat për të shëruar. Por ajo tretet kur kuptojme se vullneti hijnor është ke se sila kenje të lulezoje si pas fareska I është dene. Bese lidhja midis Davidit dhe Jonathanit meriton një shkirtim me të afert të nuankave të saj simbolike. Në botën e lashtë, shkembimi I pelerinave dhe armaturave nuk ishte një gjest I rastesishëm. Peleku përfakeson të identitetin dhe fatin e një personi. Duke I adhene Davidit, Jonathani po thoshte se fatet e tyre ishin të ndërthurura në një mënyre që ligji dinastik nuk mund të tjente. Ki është një sekret I besnikeris e suprim që sfidon logjikën e interesit vetjak. Kisha është përpjekur të reduktoje këtë historinë një mikesi heroike për të shmangur implikimet e një dashurie që vetë Davidi e përshkroi si superiore ndaj asaj të grave. Megjithatë, duke vepruar kështu, ajo e privon Biblen nga nga dëshmita e sajme të fukishme për aftesine e dashurise për të kapërsier konventat shokerore dhe rolet e parakaktuara gjinore. Kjo lidhje na meson se dashuria e shenjte është një forse revolucionare që mund të rishkruajë ligjet e botes. Lidhur me misterin e eunukeve, është thelbesore të njihet ndikimi I profesise se Isajse, të cilen Jezusi erdhi të përmbushte dhe zgjeronte. Profeti foli për një kohë kur eunuket do të merrnin një emër të përgjithshëm, me të mire se ai I bajve dhe bijave. Kjo paralajmëron një spiritualitet që nuk varet nga pregjardhja biologjike ose linja, por nga një lidhje e drejt për drejtë me të përgjithshmen. Duke e vërtetuar këtë figure, Jezusi po thjente obsesionin e kohës së tij me genealogjinë dhe riprodimin si rruga e vetme drejt transcendences. Ata kene I kuajme të ndryshem sot gjane trashëgimtare shpirterore të këtij premtimi. Vlera e tyre nuk këndron në aftësinë e tyre për të përgjithësuar një specie fizike, por në aftësinë e tyre për të mishëruar një të vërtetë shpirterore që nuk kërkon miratimin e sistemit riprodhues për të kene I plote. Sekreti I peste, androgjinia hujnore, nafton të meditojme mbi teresine. Nëse origjina e njerëzimit është një kenje që përmban teresine e polariteteve, atëherë diversiteti që verejme, sot është thjesht shprehja e atyre aspekteve të shumë fishta të hijnores. Në vend që të shohim homoseksualitetin si një devijim nga një standard binar, mund të shohim atë si një manifestim të unitetit original që kërkon të shprehet për të kufiqve konvencionale. Çdo individi larmishem është një kushtese e gjale se Zoti nuk mund të kufizohet nga kategoritë tona njerëzore të gjinise. Ki kuptim transformon vete perceptimin e atyre që janë marginalizuar. Ata nuk janë me gabime të natyres. Por bartes të një mensurie mistike ko I kushton njerëzimit origjinen e tij të pandashme dhe të ndritshme. Le të flasim tani me thele për forcen e shpirtit,
të lidhur me termin malakoj. Dobësia e vërtetë, sipas tekstit origjinal, nuk është të kesh një ngjeshmëri të ndryshme ose një shprehje gjinore që nuk përputet me pritjet. Dobësia e vërtetë është mungesa e integritetit, frika morale dhe nënshtrimi ndaj teprimeve që e rrethojnë gjykimin. Është ironike që fegja e ka përdorur këtë fjalë për të persekutuar njerëz të cilët, nga nevoja, kanë pasur nevojë të zhvillojnë një forse të jashtëzakonshme karakteri për të mbigjetuar në një botë armikesore. Ata që kanë ruajtur besimin dhe dashurinë e tyre pavarësisht përjashtimit gjane e kundërta, e një malakoj. Ata gjane që një të kalitura në zjarrin e fatkeqësisë. Kë zoterojnë një disipline të brendshme që shumë nga gjiktaret e tyre as nuk mund të imagjinonin. Historia e centurionit romak ofron një mesim për ulesje për institucionet fetare. Centurioni ishte një njeri me autoritet, një pagan që jetonte gjashtë ligjit hebraik, me gjithatë dashuria, e tij për bashkë centurionin e shtyuate të kërkonte dritën e Krishtit. Jezusi nuk vendosi asnjë parakusht. Ai nuk i kërkoi atij të ndryshonte shtëpinë e tij ose të hikte dorë nga dashuria e tij. Jezusi ju përgjigj frekuencës së besimit, e cila është e ngjashta frekuencës si dashuria. Ki sekret zbulon se hiqnorgja është shumë me e interesuar në aftësinë tonë për të besuar dhe për të kujdesur për të qerrësesa për etiketat tona shoqërore. Mrekullia e shërimit ishte një vule e miratimit hiqnor në një marrëdhënie që doktoret e ligjit do ta kishin persmuar. Duke na kujtuar se favori i Zotit nuk filtrohet përmes miratimit njerëzor. Sekreti i tete rreth Levitikut na detiron të përbalemi me hien e dhunes dhe magjise se zeze ke ligji kërkoj të zhdukte. Kur kuptojme se këto ndalime ishin një përgjigje ndaj përdhunimit si arme lufte dhe ndaj kulteve të vdekjes së kombeve fëmijë, zbatimi i këtyre vargjeve tek çiftet e dashura dhe të këndrueshme sot zbulohet si një padrejtësi intelektuale dhe shpirtërore. Drejtësia hyjnore kërkon të mbrojtje të prekshmit dhe të ngrejë dinjitetin njerëzor, jo të shtype dashurinë e vërtetë. Përdorimi i ligjeve të hartuara për të luftuar degradimin dhe abuzimin për të persekutuar shoqërinë është një shtremberim dashakek i kelimit origjinal të ligjve në sit të shenjtë. Lidhur me Sodomen, pesha e së vërtetës është e madhe. Kyteti nuk ra për shkak të dëshires, por për shkak të mizorisë. Mungesa e mikpritjes në botën e lashta ishte një mekat i rëndë, sepse mohimi i strehimit ndaj një të huaxhi ishte i barabartë me dënimin e tyre me vdekje. Krenaria e besimit të vetvetes si të vetëm mjaftueshëm dhe dhuna e përdorimit të seksit si mjet poshterimi kolektiv vullosen fatin e saj. Duke e zvendosur fagjin për mekatin e mungesës së bamirësisë mbi homoseksualitetin, kisha ka mbrojtur pa dashje sodomitet e vërtetë të sotem. Ata që grumbullojnë pasuri, persmojnë të varfrit dhe mbilin kufiqta dhe zemrat e tyre për ata që vuajnë. Riktimi i këtij sekreti është një thirrje për drejtësi të vërtetë shoqërore dhe për bamirësinë që qëndron në zemër të mesazhit profetik. Heqja e etiketave në beselidhjen, ire është themeli i lirisë sone. Pali, pavarësisht vështirësive të tij dhe kontekstit të kohës së tij. Pa një realitet ku dalimet që ndajnë në toke behen të parendesishme në dritën e shpirtit. Ki është premtimi i një spiritualiteti pasgjinor, ku thelbi i kenjes është e vetmja gjë që ka rendesi. Per ata që janë etiketuar dhe kategorizuar nga të tjerët, ki është qëllirimi përfundimtar. Të dishse në site e krigjuesit, ato etiketa nuk kanë fuki ose realitet të këndrueshëm. Në gjemi keni të drites që kemi një përvojën njerëzore dhe identiteti ynë i thelle këndron për te, që do klasifikimi që gjuha mund të shpike. Në fund të fundit, dashuria, si frekuenca suprim, është sekreti që u jep kohezion të gjitha të qerave. Bibla nuk thote se Zoti është një ligj, një doktrine apo një institucion. Ajo thote se Zoti është dashuri. Që do interpretimi shkrimit të shenjtë që son në urrejqe. Përbuzje ose përgjashtim të një kenjegje njerëzore bazuar në aftësinë e tyre për të dashur është, sipas përkufizimit, një interpretim i gabuar. Dashuria është testi i lakmusit të spiritualitetit të vërtetë. Nëse një fryt i frymës është paqja, gëzimi dhe mirësia, dhe këto frite manifestohen në jetën dhe marrëdhëniet e njerëzve të ndryshëm,
Atëhere ato marrëdhënie janë të bekuara nga burimi I gjithë gjetes. Gjykimi I njerëzve është I zurmshëm dhe I shkurtër, por heshtja e dashurisë hijnore është e përgjithshme dhe mikpritese. Pelke gjeni. Abonohuni dhe shpernda gjeni. Shihemi herën tjetër.